أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. E falendrojmë dhe lavdrojmë Allahun e lartësuar ashtu siç i meriton ai xhallal shanu. Selamet i dërgojmë mësuesit të njerëzisë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë besimtarëve të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Rikthehemi pas Ramazanit me derset nga veprat e zemrës, e që neve në derset e kaluara para Ramazanit kemi shpjeguar rreth shpresës, ndërsa sot me lejen e Zotit xhallahu ala do flasmi për një vepër apo për një punë të zemrës të re, e që vjen pas shpresës, ajo është frika ndaj Zotit subhanahu wa taala ose al-khawfu, e cila është vepër e zemrës dhe është motori kryesor i cili e rregullon qenien njerëzore dhe e rregullon çështjen e besimtarit për t'ia pasur frikë Zotit subhanahu wa taala dhe për të ruajt nga veprat e liga në mënyrë që mos ta meritojmë dënimin e Zotit subhanahu wa taala. Definicioni i al-khawfu ose i frikës sot Ibn al-Qudama al-Maqdisi rahimahullah taala huwa ta'allamu al-qalb wa ihtiraqihi bisabab tawaqi makruh fi al-mustaqbal. Definicioni i frikës sot është dhimbja e zemrës dhe djegja për smbrënia e zemrës për shkak se e mendon në të ardhmen që të ndodhë diçka e papëlqyeshme. Kjo është frika. Njeriu friksohet për të ardhmen e tij. Edhe për këtë arsye friksohet çdo çështje në jetë, kjo është definicioni i përgjithshëm. Një destinacion të cilën ti nuk e njeh, edhe shkon ki frikë, një diçka të cilën nuk e ke provuar më herët, dhe dëshiron që ta provosh, ke frikë se a ka sukses apo s'ka sukses. Kjo është definicioni i frikës. Ndërsa dallimi mes frikës dhe mërzisë është se mërzia është kur ti mërzitesh për ato që ka kalu. E ki një lloj mërzie në veten tonë për ato që ka kalu. Ndërsa frika është për ato të cilën vjen. Për këtë edhe Allah azza wa jall kur vjen me marr me laçi e vdekjes shpirtin besimtarëve, çka ju thotë? La takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ju thot besimtarëve me laqja e vdekjes, Allahu na bëft prej tyre, la takhafu, mos u friksoni. Pse mos u friksoni? Sepse kanë me shku në një destinacion që s'po e din ku po shkojnë. Apo shkojnë në xhenet apo në xhenem. Nuk e din ahiretin. Me laqjet i thonë la takhafu, mos u frikso se e ardhmja jote është e sigurt në botën tjetër. Wala tahzanu, edhe mos u mërzit për ato që e ke lënë mbrapa. Sepse robi e lën mbrapa kanë dynja. Për këtë edhe dallimi në mes frikës dhe mërzisë është se mërzia është për ato që ka kalu, ndërsa frika është për ato e cila do të vjen dhe ti nuk e din destinacionin e saj. Për këtë dashur vëllezër, ne nuk e dim destinacionin tonë në botën tjetër, për këtë duhet me pas frikën Allahut azza wa jall çdo moment. Jo me lshu veten, domethënë në liri të plotë dhe me vepru gjëra të cilat nuk i takojnë një njeriu, e lemo një besimtari. Sepse nuk e din ti kur e ki momentin e vdekjes, as te aso. Për këtë besimtari duhet me qenë i përgatitur. Ulematë islamit kanë diskutuar sepse në gjuhën arabe ka shprehje shumë, domethënë se çdo shprehje ka domethënien e vet. Ka edhe shprehje tjera që aludojnë në frikë, sikur se që është el-khashje. Çka është dallimi mes khauf dhe khashje? El-khauf, frikë që ne përkthejmë, është e përgjithshme. Është e përgjithshme, definicioni i saj është kur robi friksohet sepse ka bërë diçka prej gjunaheve dhe friksohet se mos e rrog dënimin në të ardhmen. El-khashje është el-khaufu bil ma'rifatillah, është e veçantë për uleman. Frikë jo për shkak që kanë bërë gabim, po për shkak që e njohin Allahun shumë mirë dhe e dinë se kush është Zoti xhallahu ala. Azamatihi, madhnin e tij, lartmarrërinë e tij, fuqinë e tij, ulemaja e Islamit, dietarët e njohin edhe ja kanë frikën Allahut. Kjo ka dallim shumë.
Sepse Allah azza wa jalla thotë inma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Më të vërtetë më së shumti që ja kanë frikën Allahut xhalla wa ala janë ulema, janë dietarë. Jo frikë që ata kanë rënë gjuna, po frikë sepse e njohin Zotin xhalla wa ala. Sa më shumë që robi e njeh Zotin, aq më shumë ja ka frikën atij. Aq më shumë ja ka frikën atij. Sa më shumë që nuk e njeh Zotin robi, aq më kollaj i bën gjunat. Pastaj mund me kalu në khauf, në ato që ka frikë për të ardhmen për arsye se e din çka ka bën në jetën e tij, se çfarë gjuna ka bën. E ulema e dietarët thonë jo. Dietarët janë ata të cilët e njohin Zotin xhalla wa ala, më së shumti dhe ja kanë frikën atij, për shkak se e njohin madhninë e Zotit xhalla sha'nuhu dhe e dinë se kur dënon ai dënon ashpër dhe kur fal shumë subhanahu wa ta'ala. Për këtë arsye dashur vëllezër, një prej ulemave të tabiinëve Sa'id ibn Jubairi radiyallahu ta'ala anhu thot al-khashyatu an takhsha Allah hatta tahulu khashyatuhu bejnek wa bejne ma'asiyeti. Frika e ulemave ose frika që duhet me pas besimtari është që me qenë ajo sebeb, frika ndaj Zotit, që me të largue ty prej gjunohave ndaj Zotit. Kjo duhet me qenë esenca e besimtarit. Që frika ndaj Allahu xhalla wa ala me qenë shkak që ne me u largu prej gjunohave. Sepse e dim që Allah azza wa jalla na shikon. E dim që çdo moment na vrojton. Nuk kem ku me i ik atij. Nuk kem ku me i ik atij. Shikimi i tij, ashtu siç takon madhnisë së tij, e përfshin çdo gjë. Muna me i ik shikimit të Zotit xhalla wa ala. Për këtë arsye robi kur dëshiron me bë çedere, e ka parasysh el muraqaba, që ne e kemi shpjeguar. Që Allah azza wa jalla është vigjiluesi, vrejtuesi jon, edhe largohet nga ato që Allah azza wa jalla i ka ndaluar dhe afrohet nga ato të cilat Allah subhanahu wa ta'ala i ka leju. Për këtë arsye një prej ulemave të Islamit i ka testuar nxënësat e tij, pasi që ka shpjeguar fenë e Zotit, ka thonë fund e kemi një provim, merrni secilin nga një pulë dhe shko therrë në një vend që nuk ju sheh askush. Nuk ju sheh askush. Disa kanë shkuar në një podrom, disa në male, disa mas një muri, e vetëm njëri prej tyre është kthy me pulën dorë. Ka thonë, e ti pse se te pulën? Ka thonë, hujq, po të janë ka tregu që Allah azza wa jall na shen çdo vend dhe në çdo kënd. Mund jam shef atina. Ka thonë edhe nuk mund jam shef Zoti xhalla shanuhu. Ka thonë ti e ke kalu provimin ndërsa shokët e ty edhe njëherë duhet me anis mësimit për zerrës, për arsye se nuk e kanë marrë vesh se çka do të thotë me ja pas frikën Allahut azza wa jall dhe çka do të thotë me ditë që Allah subhanahu wa ta'ala na shikon në çdo moment dhe na vrojton në çdo moment. Për këtë arsye frika ndaj Zotit ka pozitë lartë tek Allahu, sepse Allah e përmend në shumë ajete të Kur'anit, fala takhshaw nas wakhshawni, thot Allah azza wa jall. Mos e friksoni njerëzve, po friksoni mua, thot Allah xhalla sha'nu, wa khafuni in kuntum mu'minin. Friksoni mua, thot Allah, nëse jeni besimtar të vërtet. Besimtari i vërtet nuk i friksohet askujt përveç Allahut xhalla wa ala. Përveç Allahut nuk i friksohet askujt. Që duhet me pas frikë ndaj Zotit subhanahu wa taala. Frika e përgjithshme mund me qenë frikë ndaj kafshëve, tegën, ndaj është gjë normale. Mirë, më ju friksu ndonjë krijese, sikurse Zoti xhalla xhalaluhu, kjo është pastaj bie ndesh me imanin dhe me besimin e besimtarëve. Me lajket, krijesat më të afërt Zotit, i kanë frikën shumë Zotit xhalla xhalaluhu. Me lajket. Sepse Allah azza wa jalla çka thot për to? Yakhafuna rabbihim min fawqihim. Yakhafuna rabbahum min fawqihim. Kan frikë Zotit e tyre i cili është mbi to. I cili është mbi to xhalla wa ala. Sa më afër Zotit, aq më shumë robi ka frikën atij. Me lajket që janë krijesat më të afërta të Allahut azza wa jall. Dhe din me ju lut Zotit ashtu siç ne nuk dim. Allahu i jep atyre ashtu që neve nuk na ka dhënë. Ja kanë frikën më shumë se çdo sen tjetër, më shumë se çdo krijesë tjetër. Dhe ne kemi shpjeguar që Gjibraili a.s. është kryetari me lajkeve. Më së shumti që ja ka frikën Allahut xhalla wa ala është Gjibrili a.s. Kur është ngrit me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në Miraj dhe u shku deri te Sidratul Muntaha, te pema al Muntaha që ndalohet dhe nuk kalon më askush përtej saj,
Gjibril a.s. I ka thonë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, deri këtu e komo në kufinin, nuk guxoj me te I kalu. Shko ka thonë ti, tako me Zotin tënë, ku ja ka bë farz namazit. Edhe thot Resulullah sallallahu alaihi wasallam, jam kthyje kom shiku Gjibrilin a.s. Thot, I ngjasojte hastrës e cila shtrihet në tokë, një hastrë e hollë, nga frika ndaj Zotit xhallahu ala, kush? Gjibrili a.s. Melekja e cila I ka 600 palë krah, e cila e ka mbulu horizontin. A që është I madh sa që e mbulon edhe dilin me ba me dalë në dynja. Me një pjesë së krahut të tij e ka ngrit komplet popullin e Lutit deri në qiellin e dynjas dhe e ka kthy prapë. Me një majë të krahut të tij. Edhe ky ka frikën Zotit në atë formë sa që është bërë si hastër, si segjade para madhnisë së Zotit xhallahu ala. Për këtë Allah azza wa jalla I lavdëron, sepse sa më afër njeriu Zotit, sa më shumë që e njeh Zotin e tij, ka frikën atij dhe për këtë bëhet I dobishëm për veten e tij, për familjen e tij dhe për rrethin ku jeton. Allah azza wa jalla I përshkruan pejgamberët e tij. I përshkruan pejgamberët e tij që ja kanë frikën Allahut. Alladhina yuballighuna risalati Allahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah. Ata të cilët yuballighuna risalati Allah, që kumtojnë fenë e Zotit, librin e Zotit, për pejgamberët është fjala. Yakhshawnahu, ja kanë frikën atij që ja ka zbrit librin Allah azza wa jall, wa la yakhshawna ahadan illa Allah. Dhe nuk I kanë frikë askujt tjetër përveç Allahut azza wa jall. Për pejgamberët e Zotit janë ata që më së shumti ja kanë frikën Allahut xhallahu ala për njerëzve. Se e njohin Zotin më shumë se sa çdo krijesë tjetër, se sa çdo njeri tjetër. Për këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith thot, me e ditë jo ato që e di unë, kishim me qesh pak edhe kishim me kaq shumë. Me e ditë jo ato që e di unë, kishim me qesh pak edhe kishim me kaq shumë. Për shkak frikës që ka pas dhe Allah subhanahu wa ta'ala, sa që këmbët e tij ju kanë ajë duke fal namaz, natë, nafile, derisa Aisha radiallahu anha I ka thonë, oj dërgumi I Allahut, ty Allah ti ka fal gjunohet, e kalumë edhe tanë, ti ki xhenetin sigurt, shumë po falesh, tu kanoj kam duke fal namaz. Ka thonë, e fela e kuna abden shukura, ka thonë, a nuk do të jem rob falenderues dhe Allah të zogjel. A nuk do të jem rob falenderues dhe Allah të zogjel. Për këtë Hasan al-Basri, rahimahullahu ta'ala, thot, men khashiya Allah bil ghaib, wa raghaba fima raghaba Allah fih, wa zahida fima asqata Allah. El-iman, thot besimi çka është? Thot men khashiya Allah bil ghaib, ai që ja ka frikën Allahut azza wa jall bil ghaib, kur është fsheh. Kur është fsheh se shef sa kush, ja ka frikën Allahut azza wa jall bil ghaib. Thot edhe e don ato që e don Allahu dhe e urren ato që e urren Allahu. Ky është besimtari I vërtet. Ky është imani I vërtet. Ai I cili ja ka frikën Allahut azza wa jall bil ghaib. Për këtë Allah azza wa jall fillim të Kur'anit thot Alif Lam Mim, dhalika al-kitabu la rayba fih. Ky është libër që s'ka dyshim që është prej Allahut. Kush janë ata besimtarë? Alladhina yu'minuna bil ghaib. Besimtarë të vërtetë janë ata të cilët yu'minuna bil ghaib, e besojnë të fshahtën. Edhe ja kanë frikën Allahut azza wa jall në të fshahtën. Për këtë Allah jalla wa ala thot wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id. Xheneti është afruar njerëzve të devotshëm, besimtarëve. Hadha ma tu'adun li kulli awabin hafiz. Man khashiya ar-rahman bil ghaibi wa jaa bi qalbin munib. Ata të cilët kthehen tek Zoti xhalla wa ala dhe ja kanë frikën Allahut bil ghaib, kur janë të fshehur, kur janë fshatë si shek askush, e din që Zoti xhalla wa ala I sheh, wa jaa bi qalbin munib, wa jaa bi qalbin munib, dhe ka me zemër të kthyer ka Zoti. Allah për ta thot udkhuluha bisalam, dhalika yawmul khulud, lahum ma yasha'una fiha wa ladayna mazid. Ty në thot Allah azza wa jall hyni në xhenet me selam, me paqe, aty do të jeni përgjithmonë dhe aty do ta shihni Zotin tuaj, Allah azza wa jall në bof prej tyre. Dashur vëllezër, një prej ulemat e Islamit, një Wahb ibn Munabbih thot ma ubida Allah bimithli al-khawf. Nuk është adhuru Allah më mirë me diçka se sa me frikën ndaj tij. Nuk është adhuru Allah azza wa jall më mirë me diç
se sa me frikën ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Thot Sulejman ad-Darrani, aslu kulli khairin fi dunya wal akhirah al khawf min Allah ta'ala. Esenca e çdo khairit, e çdo të mirë në dynjë, edhe në botën tjetër, është frika ndaj Allahut azza wa jall. Për arsye se njeriu kur i ka frikën Zotit, nuk e prek mallin e huaj, ke prek mallin e huaj. Nuk e prek derën e huaj. I këshir punët e veta, i këshir mangësitë e veta, nuk ka kohë më marrë me mangësitë e tjerëve, sepse ja ka frikën Allah dhe e din që Allah xhalla wa ala ka me llogarit për çdo gjë që ai flet nga goja e tij, për çdo gjë të cilën ai mundohet të hyjë në hak të tjerëve. E besimtari vërtet është ai i cili ja ka frikën Allah xhalla wa ala dhe nuk bën gjëra të cilat bien ndesh me frikën ndaj Zotit subhanahu wa taala, sepse esenca e afarit është edhe në dunjë dhe në botën tjetër frika ndaj Allahut. Një prej ulemave të Islamit, një Wahib ibn Ward, e bën një shembull interesant të frikës ndaj Zotit. Frika ndaj Allahut në trupin e njeriu, thotë i ngjason njeriu i cili është pronari një shtëpie. Frika ndaj Allahut i ngjason një njeriu i cili është pronari një shtëpie. Çdo herë që banon në shtëpi, ky pronar i gjen mangësitë të shtëpisë së tij, prishet ndonjë gjë e rregullon, thet ndonjë xham e blen tjetrin, prishet ndonjë poçë elektrik e blen dhe e rregullon. Domethënë sado që njeriu jeton në shtëpinë e tij, e meriton atë, sepse është duke jetuar brenda saj. Në momentet që del jashtë saj nuk kthehet më ato, shtëpia prishet. E ke po të ne, pleshtë kanë një fjalë të urtë, shtëpia pa njerëz prishet. Kështu është vërtet, shtëpia pa njerëz prishet. Sepse ti nuk e mbikëqyr më, nuk e meriton më, nuk e din çka u prish, çka s'u prish, cila gjë duhet ndrohet, cila duhet rregullohet. E ke lënë ke shku, ajo prishet gradualisht. Kështu është edhe frika ndaj Zotit në zemrën e njeriu, në trupin e njeriu. Sa herë që ekziston frika në zemrën tonë ndaj Zotit, ajo e rregullon trupin tonë. I mbulon tmetat tona, e meriton mendsinë tonë dhe mendjen tonë dhe zemrën tonë dhe gjërat të cilat ka mundësi njeriu t'i ketë në brendësinë e tij. Kur dëshiron syni me anuka e keqja, frika ndaj Allahut e ndalon. Kur dora dëshiron me anuka e keqja, frika ndaj Zotit e ndalon. Kur këmba dëshiron të ecë atje ku nuk duhet me ecë, frika ndaj Allahut e ndalon. E meriton frika ndaj Zotit trupin e njeriu. Në momentet që largohet frika e Allahut nga trupi i njeriu, prishet trupi. Prishet trupi. Jo në aspektin që ka më prish, më shka për derë, po prishet nga brenda dhe nga jashtë. Sepse prishet zemra. Kur prishet zemra, prishet mendja. Kur prishet mendja, prishet syri, prishet dora, prishet këmba. Bëhet njeri i cili bën tani pastaj gjëra të cilat s'ia kanë frikën Allahut azza wa jall. Dhe mjafton kjo pastaj të jetë tek njerëzit. Sepse disa prej njerëzve kanë thonë, hynën me një mezhlis dhe e pam filanin. Ka thonë edhe e urrejnë filanin. Pse be urrejnë filanin? Ka bënë se njo ka thonë po vetë ashtu, tyra e tij t'jep e kuptu që s'është diçka në rregull. Allahu xhallahu ala, njerëzit që s'ia kanë frikën Allahut, bën që ta urrejnë njerëzit pa asnjë shkak. Vetë çeshe, të s'du me pa filanin. Për asnjë arsye, pse? Sepse nuk ka frikë në zemrën e tij ndaj Zotit. Dhe e kundërta, ka njerëz të cilët ti ndoshta fort pak rrin me ta. A më dojnë ty? Thonë filani shkon në mezhlis, njem arrajul, sa njeri mirë është ai. Do ku pe din ti? Se ti po veç e du ky njeri, e du filanin. Zemra më don. Kjo aludon që ky njeri ka frikë në zemrën e tij ndaj Allahut azza wa jall. Sepse robi kur ka frikë në zemrën e tij, krijesat e dojnë pastaj. Krijesat e dojnë pastaj për arsye se Allah azza wa jall dashurinë e tij e lëshon edhe në tokë, pastaj Allah azza wa jall e bën që këtë njeri ta dojnë edhe njerëzit e tjerë. Allah jalla wa ala thot: "Wa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyibah ka shajaratin tayyibah asluha thabit tayyib ka shajaratin tayyibah." Thot Allah azza wa jall e jep një shembull të fjalës së mirë, fjalës la ilaha illa Allah. Ka shajaratin tayyibah, sikurse një pemë e mirë. Asluha thabit wa far'uhu fi as-sama'. Rrënët i ka thellë në tokë dhe
gjethet apo deget i ka lartë në qiell. Thot një prej ulamave të Islamit, një Rabi ibn Anas, fjala la ilaha illallah rrën një thellë në tokë i ka sinqeritetin e saj, el-ikhlas. Pas sinqeritet s'pranohet fjala la ilaha illallah. Wa far'uha fi as-sama, edhe degët e saj në qiell thot janë el-khashyetu min Allah. Është frika ndaj Allahut azza wa jall. Këto janë frytet e ikhlasit, sinqeritetit që e ka në zemrën e robit në fjalën la ilaha illallah, degët e saj dhe frytet e saj ja për shkak se ja ka frikën Allahut subhanahu wa ta'ala, e kush ja ka frikën Allahut, ai do të shpërblehet para Zotit ditën e gjykimit, wa liman khafa maqama rabbih jannatan. Ai që ja ka frikën takimit me Zotin e tij, do ta shpërblehet Allah, do ta shpërblen Zoti me dy xhenete. Me dy xhenete. Për arsye se ja ka pas frikën Allahut xhalla wa ala, sa ka qenë në këtë botë, e Allah azza wa jall pastaj e shpërblen në ditën e gjykimit. Kur robi pastaj ja ka frikën Allahut, i rrjedh edhe loti prej frikës ndaj Zotit xhalla wa ala. I rrjedh loti. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Laysa shay'un ahabba ila Allah min qatratayn wa atharayn." Allah azza wa jall thot: "Më së shumti që dëshiron nga robi janë dy pika të lotit edhe dy pika të gjakut." Thot: "Qatrati dumu'in min khashyati Allah." Një pikë e lotit që derdhet për hir të frikës ndaj Zotit xhalla wa ala, edhe pika e gjakut e cila derdhet për hir të Allahut azza wa jall, luftën për hir të Zotit. Këto dy pika Allah azza wa jall i don shumë, lejnë gjurmë në zemrën e besimtarit. Frika ndaj Zotit bën që robi të rrjedh loti, edhe pika e dëshmorit që ka ra për hir të Zotit xhalla wa ala tek Allah ka vlerë të madhe, sepse gjitha këto rrjedhin nga frika ndaj Zotit subhanahu wa taala. Omar ibn Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu dashur vëllezër, e thot një fjalë të madhe dhe me këtë pa përfundojmë, thot: "La tashabanna al-fajir", mos e shoqëron njeriu gjunaçar. Të ta'allama fujura, sepse prej tij mëson të keqen, mëson gjunon. Wa'tazil aduwaka, edhe largohu nga armiku yt. Wahdhir sadiqaka illa al-amin, edhe ki kujdes nga shoku yt përveç shokut besnik. Ki kujdes nga shoku yt illa sadiqaka al-amin, përveç shokut tën besnik. Wala amina illa min khashyati Allah. Wala amina illa man khashiya Allah. Edhe s'ka besnikri veç ai që ja ka frikën Allah. S'mund me qenë shoku besnik pa as pas frikën Allah të azza wa jall. Kur hiç. Për këtë arsye Allah azza wa jall në Kur'anin famlar të vërteton fjalën e Omerit, kur në ditën e gjykimit shokët më të ngushtë të kësaj dynje janë armiqt më të mëdhaj përveç besimtarëve, illa al-muttaqun. Përveç të devotshmëve, atyre që ja kanë pas frikën Allahut. Pse? Se shoqëria e tyre është lidh mbi frikën ndaj Zotit, mbi respekt të ndërsjellë ndaj njëri tjetrit. Ja kanë pas frikën Allahut ndaj njëri tjetrit. E ai që është shok i interesit, ai s'ka frikën Allahut. Në moment që vjen momenti me të mashtruar, të mashtron. Për këtë Allah Omeri më thotë: "Ki kujdes nga ai shok i cili laritet ndaj teje tek ti, po nuk është njëri besnik." Sepse besnikria nuk arrihet vetëm se me frikë ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. E ne lutem Allahun azza wa jall që të na bëj prej atyre besimtarëve që ja kanë frikën Allahut xhalla wa ala, na bëj prej atyre njerëzve që kemi shoqëri që ja kanë frikën Zotit xhalla xjalaluhu wa taqaddasat asma'u, sepse shoku i mirë bën që robin mos ta lënë Allah që as në dynjë, as në botën tjetër, sepse edhe në xhenet ankohen tek Zoti dhe thonë: "O Zot, i kem pas do shok të cilët nuk pishohen me neve në xhenet, janë fal me neve, kanë agjëruar me neve, kanë dhënë sadak me neve." Allah azza wa jalla ata janë me xhenem se veprat i kanë pas këqija, e lusin Allah me ndërmjetësu për ta dhe me shku me i marrë me hynë xhenet bashkë këta. Për shkak se e kanë pas të ndërtuar shoqërinë e tyre mbi shtylla të shëndosha, mbi frikën ndaj Zotit subhanahu wa ta'ala, duke lutur Allah të na bëjë prej tyre. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.